Një 46 vjeçar banues në fshatin Vukël është arrestuar nga policia pasi në aksin rrugor Koplik Vermosh automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin RG 20 vjeç, banues në fshatin Vukël. Pas përplasjes 46 vjeçari është larguar nga vendi i ngjarjes. Nga aksidenti janë dëmtuar shtetasi NK 33 vjeç dhe dy shtetas të mitur, pasagjer në automjetin me drejtues shtetasin RG, të cilët janë nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Është arrestuar edhe një shtetas 42 vjeç YG banues në Tiranë pasi u kap duke drejtuar motomjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit PM 62 vjeç banues në fshatin Pistull, si dhe në 19 vjeç banues në Shkodër, pasi u kapën duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. AD 51 vjeç banues në Shkodër, pasi duke drejtuar automjetin ka kryer manovër të gabuar dhe përpasoj ka përplasur motomjetin me drejtues shtetasin SHR 22 vjeç. Nga aksidenti është dëmtuar lehtë drejtuesi i motomjetit, i cili po merr mjekim në Spitalin Rajonal Shkodër dhe është jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë kufitare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EK 37 vjeç banues në fshatin Barbulloj Re për veprën penale, kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror, pasi ka kaluar kufirin e gjelbër në mënyrë të paligjshme. Gjithashtu, ky shtetas është me mas sigurimi detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi daljes jashtë shteti nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen SF 54 vjeçe, pasi u konstatua se kishte kryer punime ndërtimi pa leje. Në fshatin Ndrish Shkodër, gjatë punimeve për pastrimin e rrugës u gjetën 2 granata të vjetra, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen JM 33 vjeç, banues në fshatin Melkush, pasi dyshohet që nëpërmjet pashtrimit ka përfituar nga shtetasi GV 38 vjeç, banues në fshatin Vrith. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.